Përshëndetje miq, ja ku jemi në mes të Tiranës, kemi ardhur këtu. Sa bukur Tirana sot, e? Po, ashtu e bukur. Vetëm dielli mungon. Sepse jemi në vigjilje të Krishtlindjes dhe të Vitit të Ri. Por, prandaj ju uroj të gjithëve, sido që të jetë puna, kushtet atmosferike, kushtet ekonomike, kushtet politike, neve duhet të jemi optimistë dhe asnjëherë mos ta ulim kokën. Zëri ta ngrem, të flasim për drejtat tona, sepse duke folur neve do dëgjohet zëri jon në mbar botën, jo vetëm këtu ke neve. Pra, Për çfarë duhet dëgjohet zëri jon? Për çfarë duhet dëgjohet? Zëri jon do të dëgjohet për gjithçka. Për shembull, të marrim këtë sepse unë jam pak ashtu, jam çika goditse ndaj Big Brotherit. Me 20 dhjetor fillon Big Brother. Nuk të pëlqen, ë? Apo të pëlqen shumë? Absolutisht më pëlqen, as nuk e shoh fare, po dëgjova dikë që tha, edhe foli shumë bukur, një gazetar që merr pjesë në Top Channel. Edhe tha që kush është ky gazetari? Melaim Zeka. Melaim Zeka. E them unë se s'ka problem. Dëgjova në TikTok, s'është problem fare. Edhe tha që ç'a janë VIP-a, tha, janë si prodhimi i prostitucionit, i drogës, i burgaxhive, po ç'a janë VIP-a. Dhe aq më tepër që këto që shkojnë në Big Brother vijnë nga kjo fush, nga prostitucioni, nga LGBT-të, nga drogaxhit, trafikantët, të gjitha këto janë të që mua nuk më pëlqejnë, sepse janë të degeneruar. Pra, këta duan në fakt të promovojnë degenerimin e shoqërisë tonë, sepse unë jam natyrisht jam e madhe dhe i kuptoj gjërat, por ata fëmijët e vegjël dhe mosha adoleshencë do i shikojnë dhe do t'i marrin si të mirëqëna, do të ua sa bukur që ka, të bëjmë dhe unë, jam çun të bëjmë vajzë, jam vajzë të bëjmë çun. Në model. Të nxjerr do një shal jashtë, të nxjerr gjoksi për jashtë dhe kështu degenerohet rinia. Ja, kjo është Big Brother që promovon degenerim, shkatrim. Tashi, iku dhe kjo. Si mund ta luftojmë këtë? Mos ta shikojmë. Mos ta shikojmë. Mos ta shikojmë Po fare. intereson atyre që nëse ne nuk e shikojmë, ka plot tjerë që nuk e shikojnë. Atyre nuk i intereson. As nuk e shikojnë, as shumë njerëz që mund të jenë tu nuk e shikojnë. Ata bëjnë Po propagandë. prapë ato e bëjnë. Ata bëjnë propagandë, po vazhdon propaganda e tyre, sepse janë shejtanë, ata janë djallë. Duan që djalli të jetë superior, që djalli të jetë kundra Zotit, sepse kjo gjë që bëhet në Big Brother është kundra Zotit. Prandaj duan shkatrojnë shoqërinë, familjet shqiptare. Natyrisht, çdo gjë. Big Brother është Big Brother e përputhja, që ato janë mostra që prekin shoqërinë tonë. Tash tani duke u nisur. Duhet ketë një institucion, mendoni që duhet ketë një institucion në Shqipëri që të marri masa ndaj tyre, t'i gjobisi, t'i kontrolloj, të flasi për etik, t'i kufizoj për atë se çka bëjnë. Juve gazetari i dashur Altin, ke shumë të drejtë. Po neve nuk kemi institucione. Institucionet tona janë të kapura, sepse këto po të dalin kundra Top Channel-is, Top Channel është i kapur, është i sistemit, është i Ramës. Atëherë ata dalin nga puna, nuk do punojnë dot më. Sistemet tona janë nën komandën e sultanit tona. Sultanit tonë madhërisht. Ashtu. S'është i madhërisht, po ai varja. Prandaj nuk kemi në institucione, prandaj bëjnë këto vrasje, therrje, që po vriten, po dëgjova këtu u vra ky, u vran sa be adoleshentët janë bërë të rrezikshëm, sepse nuk ka edukim, duke filluar që nga familja, nëna që është para, të edukoj fëmijën dhe pastaj të vi ke Big Brother. Jo, të vi në shkollë, të edukoj në shkollë, që mos ndodhi këto gjëra. Si edukohet sot një fëmijë, një ri, një adoleshent, qoftë mashkull dhe femër? Si edukohet sot? Ja, të them një shembull, edukohet. Do mbjellësh domatën. Domata kur zjatet, do i vësh një shkopti atje, që domatja mos të bjerë i poshtë, të rrëzohet. Atëherë edhe nëna nuk duhet të ri gjithkohës në punë, po duhet të ri më shumë me fëmijë të ri, e të punoj burri. Po se del dot ekonomia. Të punoj burri 6 vetor. Siç ka qenë në kohën e lek duka gjini, që atëherë ka qenë më mirë, edhe të nëna të merret me fëmijë, se për ndryshe, nëse ajo do lak me lekët, atëherë do shkatërrohet familja. Pra familja është shkatruar që kur doli gruaja nga shtëpia. Bravo. Që kur gruaja u bë karrieriste, se kështu thënë këta. Jo, unë e kisha, ju e thatë si formë, si model, pra me këtë krahasimi që bëhet me shembull që dhat me domaten. Por sot realisht, si po edukohet rinia shqiptare? Nga kush po edukohet? Rinia shqiptare, për shembull, unë nuk shoh ndonjë edukim, unë më shumë shoh ç'edukim. Ç'edukim, pra, edukim ç'edukues. Sepse po ti je edukuar, nuk do ndodhin këto gjëra shumë të këqija që po ndodhin. Janë një pakicë e vogël që janë të sjellshëm, janë të edukuar që kanë familje të shëndosh.
rinia shqiptare më shumë po merret me drogë, me kurvëri, prostitucion, me shkojnë në burgje që shkojnë, pinë cigare, pinë lloj gjërash, dhe duan që lekun ta fitojnë në mënyrën më të shkurtër, më të shpejtë, po nuk ka ashtu. Do vështirësi që të fitosh lekun, do studim, do... Pse nuk mund ta konsiderojmë ne një të ri që të zgjuar për shkak se ai nuk do ta fitoj lekun me lodhje, me mundim, për shembull, unë do e konsideroja të zgjuar atë njeri. Po, a nuk është i zgjuar ai të rralla ato rastet. Ka të zgjuar, si puna jote për shembull, ka të zgjuar që fitojnë lekun në mënyrë. Ai që eviton në këtë formë për shembull, me pak mundim të fiton shumë lek, unë do e konsideroj i zgjuar apo jo? Jo, unë do e konsideroja që është edhe mashtrues, sepse do ta fitoj lekun, si për shembull në TikTok që marrin, bëjnë TikTok, bëjnë kara gjithloqe, e marrin ato lek marrin. Nisë edhe ky kryeprokurori i Spakut. Kryetari i prokurorit të Spakut, iku Altini, dakord, iku me të mirat me të qetit, iku ai tash, e përcollëm ata. Erdhi ky tjetri Klodian Brao. Dakord, djali i ri, 43 vjeç, i ri, simpatik, i mirë, po neve dua tash mua më bëri çudi, nuk më duk mua që kjo ishte një zgjedhje midis tyre prokurorëve që ishte një 10 cop aty, se 7 mori ky. Ajo ishte diçka e kalvikuar që e kishin menduar ata këtë zgjidhshin, sepse ai Gonzalo, ai që promovon BKQ-të, që promovon babai 1, prindi 1, prindi 2, ai ishte mbi kokë i ri këtij Klodian Braos. Edhe kjo tregon që Klodian Brao nuk do jetë vetvetja, po do bëj si të thojnë këta. Është marionet. Po, natyrisht marionet, nuk të zgjedh njëri kollaj. Edhe prandaj mos prisni asgjë të mirë o njerëz, bëni vetë të guxishëm, bëni të fortë, edhe merreni situatën në dorë, se kjo është rrugëzgjidhja, nuk është rrugëzgjidhja të presim nga të tjerës, sepse nuk ka. Dhe tash urojmë që të jetë i mirë, po ky është mendimi im tani, si popull, jam popull. Nuk e beson që të jetë unë nuk e besoj pra. Të jetë vetvetja ose të bëj atë që duhet bëj. Jo, unë dua ta besoj që të jetë vetvetja. Kështu, po do shikoj në punën e sipër. Jo, ma të parë, si analizon, si e shef. Si analiz që e shoh unë, ai nuk do jetë vetvetja, do jetë në mbikëqyrjen e Gonzalos. Ai çori me syze ashtu që mua më shpiti kur e pash. Edhe në bazë të këtyre neve veprojmë neve në diktatin e këtyre. Shumë gjë e keqe është kjo, nuk u pëlqen. Pra, uroj që të jetë vetvetja, uroj unë, sepse unë jam popull, unë dua të mirën e popullit, dua të mirën të gjithëve neve, që të ecim në rrugën e drejtë, që është rruga e Zotit. Po ky Adriatik Lapa, mendon se do ta rrezojë Edi Ramës? Adriatik Lapa nuk do rrezojë, se ka morallën thotë ai. Rama dhe kushdo tjetër nuk rrezojë duke qëndruar në karrige atje, e duke pirë kafe që thotë ai mbysylli një kafe. Po, e kanë hapsi kafe. Nuk rrezojë Rama ashtu. As me faltoren e Sali Berishës që dalin atje marrin mitingje. Nga që iku njëri Rioni që e pësoj që iku me këto që bëshi, kujtos në ikët e Edi Rama ashtu, po jo, është e vështirë. Pushteti nuk merret me fjalime, me ceremonira, me fjalë e boshe, po merret me revolucion. Dhe revolucioni është se që ndoshke dera e kryeministrisë, e mos i lesh të hynë. Jo, mos i li të hynë. Jo në darke. E pra rini, rrethoni, ose rrethoni parlamentin, po del policia. Të dali policia, do ndeshemi, ashtu si u ndeshën fermerët në Greqi, edhe po i fitojnë të drejtat fermerët. E pesi u bllokua komplet Greqia, se bërën protesta ata. U ndeshën në Bullgari, u ndeshën, edhe dha dorëheqjen ai presidenti Çaishta, kryeministri i Bullgarisë. Po ashtu do bëhet edhe për vende të tjera në Polonia. Polonia po afrohet të dalë nga BE-ja, sepse po e shikojnë që BE-ja është. Po, dali Polonia hyn ne. Jo, nuk do të hyn fare, unë nuk e kam me dëshirë fare të hyj në BE, sepse BE-ja do ti më shumë do i paguash, as kemi interes fare për BE. Po s'po na pyet ne. E po kjo është, unë jam popull, unë jam mendimin tim si popull që jam. Ti bëj si duash si pastaj, ata nuk kemi çfarë, aq e kemi neve forcën, ne kemi forcë, forca jonë është të ngrejmë zërin, dhe duke ngritur zërin neve, a është realisht situata për të ngritur zërin në Shqipëri? Natyrisht që është, po gjithmonë është të ngrejmë zërin, po jemi dembela, ne jemi tamam dembela jemi, shikojmë atë interesin ton personal, shikojmë atë pak që kemi, e themi ç'më duhet mua, thënë ri atë, ç'më duhet mua.
E kam një shtëpi, kam një punë, kam një dashnore, në rregull jam unë thotë. Pra jemi me në frego. Nuk mendojmë që edhe ai komshiu im atje që kam aty përballë, ai nuk është pa punë, ai është pa lek. Pse? Sepse i tillë sistemi, prandaj duhet mendojmë edhe për tjetrin. Pra, edhe sistemi mendon me egoizëm, pra edhe shoqëria me egoizëm. Edhe do të flas çik për këto vajzat, ja se do ta mbaroj. Më fani se u ashtu. Vajzat unë nuk kam vetë vajzë. Pres martoj djalit, të vinë nusja e djalit në shtëpi, ta besi vajzën time, ta dua shumë. Një po shoh diçka tash te vajzat. E pa sot televizor në palesër, se unë nuk shkoj palesër, unë kam qenë vetë sportiste dhe jam marrë me sport, dhe nuk kam nevojë të shkoj. Edhe për çudim të madhe, vajzat veshin sreqe shumë të ngushta atje në palesër. Çu shko me sreqe kaq të ngushta? Ç'janë to? Ato po vishin tamam si prostituta. Dhe është e vërtet kjo, se një prostitut vishet duke nxjerrë gjitha hiret e trupit të femrës. Dhe kjo gjë nuk u pëlqen. Me vajza, doni që të keni trupin e mirë, të shëndetshëm, të jeni nga gjitha anët mirë. Nuk është nevoja servitja. Shko puno, doni të punoni juve. Shkoni hapni atje në fshat kanale kulluse që mos bullkoj Shqipëria siç u bullkua. Shkoni hapni kanale kulluse, punoni, edhe ajo puna do ju bëj të forta, të shëndetshme, edhe të bukura. Se dhe ajo, si që ajo bëj, që bëjnë femra të tjetra. Këto që bëjnë këto goca që të zbukurojnë, që të zballojnë brusat e të zballojnë këto. Operacion plastike. Tjetra, dhe një tjetër. Nëse, unë nuk i di, edhe unë si marrë vesh, sepse unë jam vetë origjinale, nuk dua unë kështu gjërash. Edhe këto ndikojnë dhe shumë keq në, sidomos dhe duart, ja si kam me maniqyrë, se unë punoj. Duart që i lyej me maniqyrë, hajde goca se për mi po flas, për gocat e reja po flas. Ato ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut. Të gjitha këto, botokset, botoks. Qash botokset se di, qash? Asu se di. Ato që fryjnë gjoksin, këto fryjnë ato, që ato gjyra kështu po ti? E pash njëra një komshia ime, tha, kështë bërë botoks, ajo ishe fryjë, ajo, ku bërë kështu ti? Tha, ishe një 50 vjeqa ajo. Do gjej një burr, tha, me lek, tha, që të mbaj mua, ju tha. Ja, kjo është qëllimi i tyreve. Dembele duan të hajnë në kurisë të tjerëve duke u transformuar dhe më vonë ato do sëmuren dhe do i shkoj kot. Do shkojmë për dhjam qeni pastaj. Do një gjë duke? Të falenderoj. Azir, lutem, zërin ne do ta ngrejmë dhe nëse fola do një fjalë jashtë asaj etikës, të më falni sepse kjo është realiteti, po sepse unë jam pak e revoltuar, më pëlqen drejtësia, më pëlqen të eci në udhën e Zotit. Amin.